vjetë është pasalitet, është vjetes, nuk është punë. Qa punë e bëndi? Ti 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohë se dilin ose bën punën në një patronazhistit. Qa produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten e thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Mirëmbrëma dashur miq. Jemi në emisionin e përjapshëm. Do jemi për rreth 40-45 minuta, sepse Olsin si agent të Iranit e kërkojnë shumë media shqiptare. Të rrezikshëm, sepse ju të rrezikshëm të të Iran. Je i rrezikshëm, kërkojnë media shqiptare. Olsin e keni parë edhe javën e kaluar kur u hodh një stër akuzash për një deklaratë vetëm për Skënderbeun. Vazhdon Olsi të bëj tagma në opinionin publik dhe vazhdoni juve të bini pre e kurtheve të retorikës të Olsit, sepse ka një lloj dikotomie shumë të shëmtuar në mes tuaj. Është një njerëz që çan për adheun ton, pra në shumë episode këtu në Tru Podcast, Olsi Azixhiu ka thënë që adheu jon është në rrezik. Dhe kur një dikush thot adheu jon, është që dashuron Shqipërinë. Mund të kemi debate mbi dashurinë për shqiptarët, apo a e meritojnë shqiptarët dashurinë, apo meritojnë këtë qeveri dhe këtë fat që kanë, apo që kanë padur. Por unë ju bëj thirrje të gjithëve, jo që ta doni Olsen, se mund ta urreni sa të por të pakën thelloni në gjëra që thotë që ta interpretoni ashtu siç duhet. Ta interpretoni në kontekst. Sot neve do flasim, do vazhdoj biseda në lidhje me Mekun iranian. Herën e kaluar e kemi ndar në një dualitet. Meku është organizatë terroriste apo është viktimë e një sistemi. Olsi që mbronte tezën që është viktimë një organizatë terroriste, ndërkohë që unë mbroja tezën që mund të jenë edhe viktima të një regjimi i cili ka degeneruar dhe ka krijuar valvula shkarkimi. Pas këtij momenti, Olsi më dërgon ditën tjetër një si thua link bashkë me një artikull të shkruar nga Meku duke cilësuar si agent të rrezikshëm të Iranit. Jo më vonë, 1 apo 2 ditë më vonë nga lajmërimi që Olsi më vuri mua në DMI për çfarë kishin shkruar për të, na del agenti i Iranit edhe Tucker Carlsoni. Tani te Olsi edhe mund ta besoj. Se të çon logjika që ky është një njeri i cili flet kundër Skënderbeut, kundër Shqipërisë, kundër Edi Ramës, kundër Sali Berishës, mbron Iranin dhe mund të themi që hajde mos se Olsi mund të jetë edhe në informator i Iranit. Po dhe Tucker Carlsoni, domethënë edhe Tucker Carlsoni që ka agenti i Iranit, kjo pastaj është të puth nënën në 2 faqet. Ja ku e ke? Tucker Carlson and the Iranian resistance setting the record straight. By Todd Wood, Tucker Carlson has recently portrayed the People's Mojahedin Organization of Iran, MEK, as assassins, cultists, and unreliable actors. Todd Wood, an American first constitutionalist and author who has studied the group for over a decade, argues that Carlson has been misled by Iranian regime disinformation. Wood seeks to correct the record on this much maligned resistance movement. Pra kjo është, mund ta lexoni në spanjisht, siç e lexova unë. Kjo është një deklaratë e Mekut kundër Tucker Carlsonit që e kanë cilësuar si një njeri i cili merr disinformata nga regjimi iranian. Tani Do më thënë Irani i ka bërë dizinformacion Tuckerit. Do më thënë edhe Tuckeri ka rënë viktimi i Iranit. Po si e shpjegon këtë vëlla? Do më thënë, si, ma jep një lloj përshtatje, një lloj vizioni, do më thënë, pse ndodh kjo? Pse po ndodh kjo tani? Pse ka plasur kjo lufta mes agenturave? Po i quajnë të gjithë agentëve. Tani puna është me bisedën që kemi bërë në javën e kaluar bashk, ku domethënë unë i bëra një analizë historisë së Mekut,
Meku u hodh direkte në kundër sulm. Këta mujahidinët që rrinë në Manës kanë një website quhet Iran Probe. Edhe shkrimi i dytë që bëjnë kundër meje brenda 2 javësh. Shkrimin e parë e bën para një 2-3 javësh, ku më sulmonin mua edhe Gjergji Thanasin. Më kanë sulmuar edhe kur ishte lufta 40 ditore ndërmjet Iranit dhe Izraelit dhe Amerikës, ku vun një Biçim Karamuçi që doli në për emisione thoshte janë ca që hapin dizinformacion kundër Mekut. Por sulmi më i egër erdhi pas bisedës që bëm neve bashkë, nga që në bisedën e kaluar ne tregonim se kush është Meku, historinë e Mekut. Edhe ndër të tjera, ne cituam edhe videon e Tucker Carlsonit, nëse Mandi mund ta nxjerri për një moment këtu, që Tucker Carlsoni, një agent i CIA-s, që ka punuar, domethënë, ky ka qenë zvendësi i George Tenetit, i agentit më të madh gjithë botës, edhe ky thotë që këta janë agentë i përdor Izraeli. Por me sa duket video apo biseda që ne bëm herën e kaluar, është shikuar nga shumë njerëz dhe Meku bën gjithmonë atë që quhet damage control apo kontroll i dëmit. Edhe po të shikoni faqen e tyre që këta mbajnë nga Manza që quhet Iran Probe, këta më kanë goditur mua ku thonë ky është agent i Iranit se ky që flet i ka thënë Irani edhe japin historinë time se thonë ky thonë në vitin 2011 ka qenë në kumë të Iranit, më pas ka qenë në një konferencë për Palestinën dhe kur ka ikur te kjo konferenca, vap e ka kapur inteligjenca iraniane dhe e ka bërë agent, domethënë bëhet lidhja nga Kina. Dhe pas shkrimit që më godasin mua, kanë bërë edhe shkrim kundër Tucker Carlsonit. Po Tuckerit nuk kanë çati bëjnë, se Tuckerit nuk e njohin sikur njohin mua, se unë i njoh mujahidinët me dhëmbe dhe dhëmball që në 2018 dhe i di gjitha krimet që ata kanë bërë. Tuckerin thonë është bërë viktim e dizinformacionit iranian. Edhe kë kanë përdorur tani për sulmuar Tuckerin, kanë përdorur një njeri kot. Pse ty të quajnë agent të Iranit dhe Tucker Carlsoni që ka viktime propagandët? Sepse për Tuckerin nuk din çfarë thonë e para. E dyta Tuckeri, e para Tuckeri është peshë rënd. E dyta nuk gjejnë dot njerëz që ta sulmojnë dot Tuckerin sigur unë. E treta, unë jam një person që kam histori lufte me Mekun. Domethënë unë jam në luftë me mujahidinët prej 9 vitesh, që kur ata erdhën në Shqipëri. Kam qenë i pari që kam dalë në për televizionet shqiptare që në 2016, kur Rama do i sillte dhe kam kundërshtuar ardhin e tyre, edhe pasi ata kanë ardhur, unë i kam gjymuar këmbë pas këmbe. Unë jam intervistuar nga media botërore që nga Al Jazeera, nga The Guardian, nga The Independent, nga BBC-a, nga Press TV-a, nga Russia Today, dhe unë kam dokumentuar në vite atë që bën Meku. Dhe Meku tani nga që nuk përballet dot me mua, por jo vetëm me mua, edhe me gazetarin nga Durrësi Gjergji Thanasi, biles Gjergji i njeh ata më mirë se sa unë, nga që Gjergji jeton në Shqipëri, ndërsa unë jetoj jashtë, nga që nuk përballen dot me faktet tona, thonë këta janë agjentë dhe i paguan Irani. Pra, këta nuk merren me atë që themi neve, që themi këta njerëz janë terroristë. Këta njerëz mbajnë pengje në kampin e Manzës. Këta njerëz kanë rrahur qytetar kanadez në Tiranë, që ka qenë çifti Mustafa Muhamedit. Këta njerëz kanë rrëmbyer një vajzë adoleshente nga Toronto, Someh Muhamedin, që e mbajnë edhe sot e kësaj dite në kamp. Këta njerëz dërgojnë kamikaz dhe bëjnë sulme kibernetike kundër Iranit. Dhe këta në vend që të merren me këto që unë them dhe që të argumentojnë
që nëse unë po gënjej, le të më nxjerrin mua gënjeshtar, këta nuk merren me mesazhin, por godasin mesazherin. Domethënë Messengerin. godasin personin që flet për ata, ja. Sikur është kjo. Domethënë unë këtu jam në një konferencë në Iran me një grup amerikanësh, kemi qenë italian, ka qenë edhe ai ka qenë një italian shumë i famshëm, si e ka patur emrin, që ka patur edhe në televizion ai, ja harrova emrin. Ka vdekur ai. Ishim grup italianësh, grekësh, evropianësh në një konferencë për Palestinën. Këta tani ma kanë marrë më këtë foton, nëse mund ta nxjerri mandi edhe një herë. Edhe unë ku jam i rrethuar nga amerikan, ky thot kur ka shkuar te kjo konferenca, thot e kanë rekrutuar për agent, dhe nëse shikoni foton time e kanë futur në rreth. Çfarë do të thonë ky rrethi? Do të thonë që mua më kanë futur në sniper, duan më vrap. Dhe sigur thoshte edhe Tucker Carlson në videon që ishte më herët, që këta janë vrasës. Këta janë njerëz të specializuar në vrasje. Dhe këta arsyeja pse nuk më vrasin mua është se unë jam shumë i njohur dhe publik, se këta po të kishin mundësi këta edhe do më kishin vrar mua. Këta janë munduar që mua me Gjergj Thanasin të na fusin burg, që në vitin 2019 me urdhër nga komanda e tyre supreme, se kanë një femër me emrin Mariam Raxhavi, që te video e Tucker Carlsonit është ajo femra me shamie dhe me automatik në dorë. Me urdhër nga komandantja e këtyre, këta mua dhe Gjergj Thanasin na kanë shpallur armiqt kryesor të Mekut. Biles neve na kanë treguar disa mujahidin kur arratiseshin nga kampi, thoshte që foto jote dhe Gjergj Thanasit i tregohet gjithë mujahidinëve në kamp. Nga që ne këta na shohin si njerëz shumë të rrezikshëm. Nga që Meku çfarë bëri? Kur Meku erdhi u vendos në Shqipëri dhe shqiptarët filluan të kuptonin krimet që bënte Meku, pati shumë gazetarë që e goditën Mekun. Që nga Muhamet Veliu, dhe unë e kam përmend edhe në bisedën tjetër me juve këtë fakt, që nga ai Sajmiri i stopit e klani, këtyre ju futën shumë gazetarë. Po gjithta u kërcënuan. Unë nuk po dua t'jap detaje, se ndoshta këta nuk duan, po për shembull ka patur gazetarë të klanit që janë kërcënuar direkte nga ambasada amerikane. Që i ka thënë ambasada amerikane informacione që keni mos i nxirrni për ta. Ka patur të tjerë që kanë patpunuar te Report TV-ja të shqiptarë janë hequr nga puna, kanë humbur vendin e punës. Dhe këta gazetarë që Meku u ka shkatruar karrierën, këta ti vrasësh nuk e hapin më gojën se kanë frikë. Kurse me mua dhe me Gjergj Thanasin, këta nuk kanë çfarë na bëjnë. Dhe gjëja që neve na bën Meku, na bën demonizim. Dhe Meku pothuajse një herë në muaj i çon email gjitha redaksive. Për shembull, do dalun te Top Channel tani. Sapo unë mbaroj intervistën me Top Channel, ata direkt e i çojnë email Top Channelit. I thonë mos e nxirr këtë, thonë se ky është agent iranian. Sepse këta pse bëjnë këto fushate? Ja, po ta them unë se njerëzit mendojnë tani sikur ti ke ardhur këtu edhe unë tani jam duke suportu ty që ti të bësh goditjet e tua. Që ta bëjnë çfarë për njerëzit, sepse shqiptarët vëlla duhet i kesh shumë kujdes shqiptarët. Janë talentat më të mëdhenj. Shqiptarët janë talent në botë për t'ia futur veten dhe për të gjetur çdo problem për çdo zgjidhje. Gjem problem për çdo zgjidhje vëlla. Mua për shembull personalisht, ne kemi pothuajse 2 muaj që bashkëpunojmë me njëri tjetrin, që ti je pothuajse po je i përjapshëm. Edhe të betohesh pendi përpos fakteve që më vinë njerëz që më shkruajnë pa njohur, çaj merr anti-shqiptarin, ke ulur nivelin e bla 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 këto gjëra që njerëzit mendojnë se duhet i thonë, pa shkak se unë as nuk i fus fare në refene. Nuk e se më ka ardhur ndonjë gjë nga Meku. Po ty nuk ka ardhur sepse para ty nuk kanë çfarë të bëjnë. Sepse ti nuk je një media e madhe që merr për shembull reklam nga Edi Rama dhe do të duan presione.
E dyta nuk e bërë akoma shumë i rrezikshëm për ata. Po nëse ti do t'i biesh mekut çdo muaj, ata do të vinë kundër teje dhe do të bëjnë minimum do të heqin nga puna ku je. Sepse këtë ja kanë bërë shumë vetave. Për shembull unë t'jap sa shembuj, për shembull ka qenë ai pronari Ora Newsit, se s'po dua t'ja përmend me emër. Edhe në vitin 2019 erdhi një eksperte britanike për mujahidinët, ajo doli te Ora Newsi. Këta i shkuan direkte në redaksi e kërcënuan pronarin, i thanë do të fusin burgin, se ne jemi me cian, edhe u fshi intervista e kësaj shtetase britanike. Kjo shtetase britanike, tani unë nuk du të bëhem konspirativ, nuk du të them që ajo punon për MI5-in britanik, por duhet të them që ajo sa herë vinte në Tiranë, ajo pritje në ambasadën britanike. Dhe britanikët janë shumë të shqetësuar nga aktiviteti mujahidinëve në Shqipëri. Dhe edhe pse ajo ishte një person që kishte lidhje me qeverinë britanike, mujahidinët janë nxirë jetën, e shpallën atë sigurisht agjente iraniane, ajo femra e ka emrin Ankodabande, dhe e sulmonin sa herë. Sepse Meku ç'a bën? Meku nuk i mbulon dot faktet e tia. Për shembull, kjo që Meku bëri para 2-3 javësh, iku u ngatarru me nxënës shkollash edhe me mësuesësh. Ky është fakt. Apo ajo gjëja tjetër që Meku rekruton njerëz në Shqipëri, apo që paguan gazetar, apo që Meku është organizat ish terroriste e listuar nga amerikanët. Meku nuk e fshin dot këto gjëra. Dhe çfarë bën Meku? Shive për shembull shkrimin që kanë bërë kundër Tucker Carlsonit. Thon Tuckeri është viktim thotë e dezinformacionit iranian. Domethënë gjithë ai analistësie, ai person që i njeh mujahidinët ndoshta përpara meje dhe më mirë se sa unë, thon e kanë trushpla iranianët, thon se nuk i di gjërat mirë. Ti pse ka një lloj diskordance? Pse ka një lloj diskordance? Sepse ata e tha George Kyriakos. I ftuari, isha agenti CIA-s në lindjen e mesme, që kisha operuar në Irak edhe në Iran. Dinte arabisht më mirë, edhe në Pakistan, dinte arabisht më mirë se sa 90% e arabëve në të folur. Po. Është ai njeri i cili e bëri deklaratat e Tucker Carlson. Domethënë e di se është problemi vëlla, domethënë e di se është insinuimi, vjen ti tek Shpendi. Tek podcasti Shpendit dhe të bën një deklaratë. Tani çfarë faj ka Shpendi për deklaratën që bën Olsi vëlla? Se kjo është pyetja. Apo ti çati bësh gomare dhe i bie Samarit. Po dëgjoj, kanë edhe një gjë mujahidin. Për shembull ka qenë një nga kur një media bëhet shumë shqetësuese për ata të ofrojnë lek. Për shembull ka qenë një media që unë e përmenda pak më herët këtu, që në vitin 2018 janë nxiu jetën Mekut. Domethënë duke hapur arkiva, duke botuar shkrime për Mekun, duke marrë shkrime edhe nga The National Post i Kanadas, dhe Meku fillimisht e kërcënoi këtë pronarin e kësaj medie, ai nuk është shqiptar me origjinë, por nga që ky pronari me sa duket do të jetë njëri i agjenturave në vendit tuaj, ai tha ikare pirru, tha do merrem unë me ju, tha terrorista, as nuk i priste. Dhe këta kur e panë që ai nuk e fishkëllente për mujahidinët, pas 1 muaj apo 2 muaj tratativa dhe kërcënime, më pas i shkuan me çantë me para. I dhanë 100.000 euro edhe i thanë, ok, tani do shkruash më për neve, prandaj vlla të bëj vllai një propozim, jemi që jemi se është bërë keq për lek, ti bim Mekut neve vlla 1-2 muaj, derisa të vinë me një çantë me para ata, e pastaj bëjmë pazar vlla, po danë 100.000 euro, mjet vllai tatë 20.000 euro, edhe bë se vap. Bëj shaka, më merr seriozisht. E di ku e kemi të dhjerën, kjo është ofertë brillante kjo që thua ti vlla, po problemi është domethënë që unë nuk marr dot lekë nga njeriu vlla. E kam shumë probleme këto që më japin për të mbyllur gojën. Sigur më përpunoj. E kam probleme veten. Se po të kishe do kisha zgjedh madje me Diramën vllai. Kisha Po jo, Meku e ka këtë si strategji, domethënë që Meku kur nuk çan dot me presione,
se këto shkrimet që bën Meku kundër meje, që më bën mua gjend, këto janë formë presioni, edhe diskreditimi, Po. që populli i thjesht shqiptar, kur të më shofi mua, thotë ore ky që flet kështu, ky thotë i ka dhënë urdhër Irani. Biles kishte doli një budalla para 1-2 ditësh i shkreti që ka i podcast, edhe ai thoshte që ky thoshte ka dalë te emisioni Dritan Hillës, ka lavdëruar Enver Hoxhën dhe ka sharp Skënderbeun, dhe kjo është bërë me urdhër nga Ayatollah, i thoshte, sepse Irani thoshte po hakmerret kundër Shqipërisë, thoshte po na sulmon neve Skënderbeu. E kupton ti çfarë bëhet në Shqipëri apo që u bëra edhe i postim Facebook, thash unë kam frikë me fol, më thash se unë më thon edhe unë tani më thon edhe po bishi, do thon thoni ka thon Irani këtij, thon se kush e di si o muhabeti. Domethënë ty të pëlqen, ti je njëri që e shijon këtë lloj gjëra. Nuk është se nuk e shijon këtë lloj gjëra, kupton shpenë? Unë për shembull që jam më i ri se sa ty. Më i ri se sa ty në fillimet e mia kur dola agenti UDP-s, agenti KGB-s. Çfarë më vendosëm? Edhe e merra shumë personalisht o vlla, se më thoshin XY që s'do më i përmend me emra, ata dihen që janë kështu enverista. Dorën. Edhe na bënin si pro-amerikan. Kur vajta në fund fare, vajta do me logjikën, me këta duhet tallesh o vlla, se me i marr seriozisht. Je ti budalla. Po i morë shumë seriozisht. Edhe i thash unë do isha agenti UDP, të siguroj që ti nuk do ishe gjalli tash. Me menin që kam unë, po të kisha të lloj fuqie, ti do ishe gjallë, ti do ta kuptoj fare, a kupton? Se kështu duhet me apo tyre, valla, u bëm gjithë agjentë po për fukën e gojës apo punojmë si kash. Po jo, duhet sqarojmë edhe diçka për publikun, që agentët janë njerëz që nuk dalin publik. Agenti është dikush që rri mbrapa gardit edhe i jep informacione armikut. Do më thënë, Meku, nëse do ishte i zgjuar, njerëz si puna ime apo Gjergji Thanasit mund na akuzonte për influencer, njerëz që influencojmë opinionin publik. Por Mujahidinët nga që janë gjithë agent, edhe e bëjnë gjithë botën me agent. Edhe nga që nuk guxojnë që të përballen, unë kam qenë vitin 2018, që i kam sfiduar publikisht Mujahidinët, edhe mbështetësit e tyre. Biles edhe këtë Sander Leshajn, se më duket se këta e rekrutuan Sandrin kur ishte minister i brendshëm dhe Sandri i rrifte shqiptarët, i nxori diagaçet në rrugë, edhe nuk i linte që dilshin, se thoshte po dilni do t'ju haj koronavirusi. Dhe unë i kam bërë thirrje si Mekut, si komandës ushtarake të Mekut, si agjentëve të tyre, se Meku ka rekrutuar shumë agentë në Shqipëri, i kam thënë, okay, a jam unë agent iranian, hajde, dalim në debat. Dhe në qoftë se ke parë, do më thënë se Meku këtë traktin që bëri kundër meje, ja dha këtij pamfletit, këtij Gjerzefit, edhe ky e kishte e botoi, edhe e mora në telefon, i thash, ore, ku e gjete këtë ti, thash? Ma ka dhënë, tha, grupi akademikëve iranian në Angli, tha. Ku janë këta, i thash, ku e kanë adresën? A nuk e kupton o trapi, thash, që janë këta mujahidinët e Manzës? Edhe i thashun, po si boton ti lajme të pa verifiku, po jo më tha përgjigju edhe ti, ju përgjigja unë mujahidinëve, ku gjitha akuzat që ata bëjnë kundër meje, që thonë ky ka shkuar në Kum, ka shkuar këtu, ka shkuar aty, ju përgjigja, po e thash kam shkuar në Kum, kam shkuar në Iran, sepse si synit që jam, kam dashur që të kuptoj shiizmin. Unë jam profesor i studimeve islame, unë jap historinë e Iranit, këtu në Malajzi, jap historinë e Turqisë, e perandorisë osmane, të Palestinës. Dhe unë kam qenë edhe në Palestinë, edhe në Izrael, pse kam qenë në Izrael, kjo nuk do të thotë që unë jam bërë agent izraelit. Sikur më akuzonte Kaç Myftari, kur ishte gjallë, që thoshte iku aty, thoshte, edhe e rekrutoi Mossadi, thoshte, po edhe ky që si islamik, thoshte, po punon për Mossadin. Dhe muhabeti është që në një botë të lirë ku ne jemi, dhe për neve si gazetar investigativ, përpara se ne ta themi diçka, ne duhet ta prekim me dorë. Për shembull, unë kam qenë shumë pro Kinës deri në vitin 2018. Por kur unë shkova në Xinjiang dhe parë se çfarë i bënte Kina ujgurëve,
unë e trondita Kinën edhe u bëra persona non grata në Kinë, sepse i tregova botës se çfarë bënte Kina me muslimanët ujgur. Të njëjtën gjë kam bërë me mujahedinët. Njëherë më erdhi një shiks, domethënë unë dyshoj që ishte shiks. Se ishte njëri i panjohur, po më bënte pyetje, më tha, "Ore, tha, pse i sulmon ti këta?" tha. I thashun, unë nuk i sulmoj këta, thashun. Po unë e kam problemin me shtetin shqiptar, i cili është kthyer në një shtet strehues i terrorizmit, në një shtet i cili shqiptarën musliman me mjekër, vetëm se do shkruajnë në internet rrof Palestina, e kapin, e arrestojnë, e fusin në burg si terrorist, ndërsa këta persona janë lejuar të vinë në Shqipëri, të bëjnë organizat para ushtarake, të kenë kampin e tyre, të bëjnë edhe luftë. Dhe kjo është kundër shqiptarëve në veçanti, kundër lirisë së shqiptarëve. Sepse e para, çfarë bëri regjimi i Edi Ramës, duke marrë mujahedinët në 2016 bëri një tradhti kombëtare, sepse i dha një pjesë të territorit të Shqipërisë, kampin Ashraf të Manzës, ja dha një grupi terrorist. E dyta, këtij grupi terrorist i lejoi që të bëjë shtet brenda shtetit, gjë që është tradhti kombëtare, nga që Republika e Shqipërisë është sovrane e pandashme unitare. Domethënë atë që Rama njoftoi në vitin 2024 që do bënte shtetin Bektashian, ai fillimisht e nisi me këta. Domethënë ai coptoi Shqipërinë, ai shkatroi imazhin e Shqipërisë. Ai e ktheu Shqipërinë në një vend armik kundër Islamit, sepse unë jam musliman dhe unë e dua Islamin, dhe këta janë agjentët e Izraelit. Ai domethënë me tokën tonë, me territorin tonë, me dinjitetin tonë, ja hapi vendin një grupi terrorist dhe janë bërë gjithë ato krime me sjelljen e Mekut në Shqipëri. Dhe unë për këtë arsye i kam hetuar dhe i hetoj këta njerëz. Dhe por kjo nuk më bën agjent. Kjo mua më bën investigues. Më bën një gazetar, një historian, një politolog që merre me çështjen e këtyre dhe nuk trembem nga këta. E diti që në për shumë studio, kur ka qenë puna për foljen për bisedën rreth Mekut, ka patur shumë nga këta analistat që ne shohim në për media, edhe që më kanë hik nga studio, amon, më kanë thënë mos fol me ata, sepse i kanë tmerruar. Po kush është ky grup njerëzish apatrid, vrasës, terrorist, që të vinë në vendin tim, në vendin tënd, në vendin ton, Shqipërinë, dhe të na diktojnë neve se çfarë do bëjmë. Këta njerëz që kanë kërcënuar sa gazetare, sa media. Kush janë këta njerëz? Çfarë janë këta? Pse neve nuk duhet i hetojmë këta njerëz? Pse ne nuk duhet i tregojmë botës se kush janë këta njerëz? Dhe ne, si gazetar dhe si intelektual që jemi, duhet të jemi sa më vokal kundër këtyre personave dhe konspiracisë së madhe që qëndron prapa sjelljes së këtyre personave në Shqipëri. Se këta persona, sikur përmendi edhe John Kiriako edhe Tucker Carlson që Megu e ka sulmuar, këta janë agjentë e Izraelit. Këta janë njerëz që kanë ardhur, këta i shërbejnë Izraelit. Këta luftojnë kundër Iranit, këta luftojnë kundër Palestinës, këta luftojnë kundër Xhamisë Aksa. Dhe, unë si Orsi Azizgjin nuk kam fuqi ti dëboj këta nga Shqipëria, ti fus shkelmin ti hedh në det, sepse jam një qytetar i thjesht, por unë me fjalën e lirë do t'i godas këta njerëz, por sa kohë më lejoj ligji dhe të kem mundësi. Dhe kërcënimet që këta mua më bëjnë, ajo që quhet në anglisht character assassination, apo goditja e karakterit, duke më bërë mua agent edhe tulifar shpifjesh, mua nuk më trombin kurrë dhe nuk do të tërhiqem nga sulmi kundër këtyre personave. A të bën kjo ty një patriot? Më bën një patriot dhe një super patriot, nga që unë jam duke luftuar për identitetin e Shqipërisë, për mirëqenien e Shqipërisë, për sigurinë kombëtare të Shqipërisë, sepse me ardhjen e këtyre Shqipëria hyri në luftë me Iranin dhe për besimin tim si musliman. Ne duhet ta dimë që një pjesë e mirë e shqiptarëve janë bektashian dhe bektashizmi është fe e shiitëve iranian. Dhe domethënë
neve do më thënë, dëgjoj, komunitetin bektashian në Shqipëri, kur ra komunizmi, ndërtoi Irani. Iranianët ndërtuan teqe, iranianët i edukuan dervishët shqiptar, u botuan atyre Qerbelane na infrashrit dhe gjithë ato libra tjerë. Tani na vjen ky grup dhe neve na shkatron me botën e Islamit. Në anën tjetër duhet kuptojmë diçka tjetër, meqense se kemi folur për Iranin gjithë këtë ditë. Irani po tregon që është një fuqi aq e madhe saqë në këto momente që ne po flasim, përpara 20 orësh, kanë goditur portin e Fujairës në Emiratet Arabe dhe nuk po i lejnë amerikanët që të bëjnë gjap në gjirin persik. Dhe Irani është një fuqi e madhe. Është një vend me urdhëro? Erdhi agenti Mossadit, pra. Po, edhe dua të them që shife, vendet tona fqinje, Greqia, Italia, Serbia, Maqedonia, Kroacia, të gjitha kanë marrëdhënie të shkëlqyeshme me Iranin. Kanë marrëdhënie të shkëlqyeshme me botën muslimane. Por ardhja e këtyre personave ne na prishi me një nga vendet më të rëndësishme të botës islamit. Dhe këta persona që shërbejnë si agjentë e Izraelit kanë agjendën e tyre e shkatrimit të marrëdhënieve të shqiptarëve me botën e islamit. Dhe unë, si një shqiptar patriot, si një besimtar musliman, e ndjej detyrë kombëtare dhe fetare, por edhe njerëzore, që ti hetoj këta persona, ti diskreditoj këta persona, dhe ti tregoj njerëzimit se kush këta persona janë. Dhe këta, sado që të më kërcënojnë mua, ndoshta edhe ty dhe gazetarët të tjerë, këta nuk do arrin që të më thyen mua kurrë. Këta do më thënë, kundër meje edhe miku tim Gjergji Thanasit, çfarë kanë bërë? Na kanë çuar në gjyq. Janë ankuar në Ministrinë e Brendshme. Na kanë vënë nga mbrapa antiterrorin e tjerë, por unë sa herë edhe kur vi në Shqipëri, i them si antiterrorsave, si të gjithë agjentëve të këtyre, që juve nuk na e mbyllni dot gojën. Ju nuk na kërcënoni dot. Ju nuk e heshtni dot fjalën e lirë. Shqipëria, me gjithë krimet, me gjithë vjedhjet e regjimit të Ramos, tek e fundit fare, është një republikë demokratike. Dhe ne shqiptarët, kur rrëzuam komunizmin në vitin 1991, e rrëzuam se donim liri dhe demokraci. Ne nuk kthehemi dot në një diktaturë mujahidine. Mujahidinët neve nuk na vrasin dot sikur i vrasin antarët e tyre, apo sikur vrasin popullin e tyre në Iran, dhe ne do ta mbrojmë lirinë dhe demokracinë tonë me të gjitha dhe të drejtën e fjalës me të gjitha mjetet, edhe pse këta na shantazhojnë, na kërcënojnë, na trembin dhe na shkatrojnë karakterin tonë. Kam pyetjen e fundit për ty vëlla dhe do të lë të lirë Tigër se ke angazhime tjera nga Malezia. Po e dua shumë shteruese këtë. Mendoj se është pyetje e bukur, unë s'para bëj pyetje të këqija, por kjo më pëlqen. A mendon vëlla se çarja ose hapja e kutisë Pandorës, pra podcasti politik më i rëndësishëm në botë për momentin, që pretendohet se do nxjerrë edhe kandidatin presidencial për republikanët në zgjedhjet e ardhshme, Tucker Carlson. Flitet nga një nga agjentët më të mirë të CIA-s në lindjen e mesme, që ka operuar në 3 shtete që përmendëm para, Pakistan, Irak, Iran. A është kjo një shtys apo a është kjo një kuadër që ty të heq përgjegjësinë reale apo të heq nga targetimi, sepse zëri jo tani që ti je një person i cili në realitetin, në perceptimin publik shqiptar ti je i shitur vëlla, le ta them me hapur, ti e di më mirë se sa unë. Je i shitur, je i paguar, je antikombëtar, je pro Osman, je pro iranian, je pro të gjitha. Pra njerëzit për ty vëlla kanë një lloj neverie patologjike pa të njohur. Prandaj quhet neveri patologjike, se ti nuk e njeh, po thjesht patologjikisht e urren tjetrin. Unë nuk jam unë jam gazetari Top Channelit që të paguhem në këtë vlerë Belinda Ballugu burr me lek incineratorës. Ata janë shitur jo unë burr. Nuk e di këto, nuk e di. Se blen televizionet ose di që blen. Po gjithë televizionet, domethënë, ti e di më mirë se sa unë, se ti je në fushën e mediave. Shumica e gazetarëve që i kanë nëpër studio, i ketë blerë burr, i ketë blerë burr. Po domethënë janë të zotët shumë. Okej, mbaroj pyetjen se ta lash për gjysmë. Domethënë, unë mbroj Osmanët, mbroj Iranin, edhe ku është problemi tani? Po, tani a është
dalja, më thënë mbrojtja e tezës etike që në 2018 që e bën kundër Mekut, si lëvizje terroriste XY. A është kjo tani një certifikim i gjithë tezave tuaja që ti mund t'i thuash tjetrit, vlla, shpend, morren ti mu, nuk më pëlqen, po. Shut the fuck up, Gjo Takerin. Në qoftë se mua pas ka bler dhe Takerin. Si e shef ti këtë vlla? Domethënë, e shef si bon Takerin, John Kiriakon e tjerë. Domethënë unë dëgjoj, populli jon ka një thënie që thot Zoti vonon por nuk harron. Nëse e njeh historinë time, unë kam qenë gjithmonë kontroversial në Shqipëri. Në vitin 2003 për shembull, unë kam qenë në listën e zezë të ambasadës amerikane. Shkonin këta spionët që Rama i sollin pushtet më mbrapa, që ma kanë quar emrin deri në departamentin e shtetit, pse kundërshtoja nëpër media pjesëmarrjen e Shqipërisë në luftën kundër Irakut. Koha vërtetoi që lufta kundër Irakut ishte një luftë me rrena. Kur nisi lufta civile në Siri, ku CIA, Mossadi izraelit, Muhabarati Arabi Saudite radikalizoi muslimanët shqiptar, i bëri ata si xhin, i çovin Siri që do vrisnin alevitët e Asadit e tjerë. Unë edhe atëre kam qenë shumë kontroversial, biles atëre më akuzonin sikur isha agenti Bashar al-Asadit, më quanin shabiha i Asadit. Allahu donte dhe koha vërtetoi që unë kisha të drejtë, se kur Amerikanët pasi i përdorën ta muslimanët budallej dhe i quan që të vriteshin në Siri, më pasi shpallën terroristë i futën në përburgje. Dhe ka patur shumë musliman në Tiranë që deri sot e kësaj dite më takojnë, e më thonë na e bëj halal, më japin dorën, më thonë pas ke patur të drejtë, po pas kemi qenë gabim neve. Domethënë unë jam përballur shumë herë me opinionin publik në Shqipëri. Shumë herë më kanë shpall armik. Vitin 2012 mua më shpallën armik të Islamit që sa e mbrojnë Islamin nuk e mbron njëri. Kishte në për xhamira që më mallkonin mua dhe Bashar al-Asadin, se thonin ky është me Asadin, se nuk e kuptonin lojën. Dhe unë jam mësuar me këto lloj përballjesh. Dhe edhe kjo që po ndodh me Mekun tani, dhe duhet të themi diçka për opinionin ton, që administrata e parë Trump, nga që ishte nën influencën e John Boltonit edhe Rudy Giulianit, i mbështeti mujahidinët. Domethënë në Shqipëri mbështetja për mujahidinët 2018-2020 ishte masive. Kur erdhi Joe Bideni, këtyre ju hoq mbështetja dhe edhe Rama u tërhoq nga këta, se Rama bën çfarë i thonë amerikanët. Dhe tani që është Bideni as nuk do që t'ia dëgjojë emrin këtyre. Trumpi as nuk do që t'ia dëgjojë emrin mujahidinëve, e para nga që ai, domethënë lobi izraelit i ka thënë është më mirë që të mbështesim Reza Pahlavin, biles po shikosh këtë faqen e mujahidinëve ku sulmojnë mua, ku sulmojnë Tucker Carlsonin, shkrimi tjetër është që sulmojnë Reza Pahlavin këta, se këta sulmojnë këdo që nuk i bindet këtyre. Dhe dua të them që Reza Pahlavin është i familjes sunduse, mbretërore. Është djali i shahut fundit i Iranit që CIA me Mossadin do. Po, edhe dua të them që dhe këta tani i sulmon gjithë bota. Problemi është vetëm në atë katundin ton në Shqipëri, ku shumë nga ata që dalin në përmbajtje janë ignorant, janë edhe provincial dhe nuk e kuptojnë politikën e madhe që i begenisin këta. Këta kanë marrë fund si njerëz. Dhe një nga arsyet pse këta më sulmojnë mua, apo sulmojnë gazetarë si Gjergji Thanasi, apo sulmojnë njerëz gazetarë amerikanë sikur Tucker Carlson, është sepse këta janë në një krizë të madhe ekzistenciale. Për më tepër tani që po ndodhe edhe lufta në Gjirin Persik, ku Irani ka me lekta, sepse mbajtja e kampit të mujahidinëve në Manës kërkon minimalisht $2 milion në muaj. Dhe këto lek i marrin nga Izrael. Po, dhe këto lek i marrin nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli. Dhe këta tani janë në problem të madh se kush do t'i mbajë këta me lek. Se çdo mujahidin që është aty në Manus,
Kush e mban me bukë ato? Ku i gjen lekët ato? Kampi tyre, rojet private etj. Dhe këta kanë edhe një hall tjetër sepse e dinë që Rama është penduar që i ka sjell këta këtu. Dhe këta kur bëhen skandale nëpër mediat shqiptare, dhe dalin njerëz si puna ime që i thon shqiptarëve shife se çfarë po thot Tucker Carlson, John Kiriakou, mos dëgjoni Olsia Zexhiun, dëgjoni këtë. Këta trëmben për të ardhmen e tyre, sepse këta e dinë që Rama është psikopat. Rama domethënë varet se si ta kapi kokaina, po ta kapi kokaina keq në një ditë, i kap edhe hedh në det këta. Dhe këta kanë problem shumë të madh. Po kjo është pak a shumë arsye pse Meku ka nisur këtë ofensiv kundër meje. Dhe unë i them mujahidinëve, dëgjoni, me mua keni që merreni sulmet e para ju i keni filluar në 2018 kur Bashkimi Evropian më thriti, shkova në parlamentin e BE-s dhe dhash dëshminë time për ato që bëni juve në Shqipëri. Në demokraci nuk fitohet me insinuata dhe me kërcënime. Domethënë ju ma keni nxjerr ato foton time të Iran Probin ku ma keni futur kokën në rreth, që domethënë që më keni futur në rreth dhe ndoshta doni të më vrisni, por unë nuk trëmbem nga ju. Ju nuk më vrisni dot, sepse e dini që po më vrat, do i hapni vetes tuaj një problem shumë të madh. Jeni munduar që të më shkatërroni dhe më keni shkatruar, më keni heq nga Universiteti Durrësit, më keni shkatruar jetën në Shqipëri, por nuk është kështu si luftohet në demokraci. Në qoftë se ju keni fakte kundër meje, dhe ato që unë them janë gënjeshtra, unë juftoj që të dalim në një debat të hapur dhe publik, po jo me insinuata. Kjo është mbyllja shpendo për sot, për punën e mujahidinëve. Allahu të rujtë se ti aty në Tiranë, edhe këta janë rob problematik, inshallah nuk bine aty më qafë, sigur më binë mua. Zoti im është më i madh se i gjithë këtyre, Olsi. Unë kam Zotin vlla. Unë si hy njeriu të hak. Nuk është se jam marrë një herë me Mekun. Nuk është se jam marrë një herë me Mekun apo me agjenturat. Thjesht në momentin kur cënohet siguria kombëtare, ngrihet një alert, e marrim seriozisht vlla. Se është vendi im ky. Nuk është vendi i mujahidinëve apo i Ika. Ciao. Patjetër. Ciao vlla. Ja ku jemi të dashur miq tani, ja ku janë edhe këmishat e mia që unë i var aty për herë. Ky ishte episodi i sotëm për rreth 40 minuta me Olsia Zexhi. Ka ndodhur një gjë shumë e madhe. Ato tezat të cilat janë proklamuar jo vetëm në Tru Podcast, por ekskluzivisht në Tru Podcast në çdo të martë, ku Olsia Zexhi vjen dhe bën argumentimet e veta logjike, të pëlqyeshme ose jo, mban një linjë të veten editoriale ose jo. Këtë lloj deklarate, dhe për këtë unë ndihem shumë mirë për veten time, sepse nuk jemi rënë në kurtin e, si të thuani juve, në kurtin e konspiracionit ose të falsflegeve apo të ngritjes së problemeve të cilat nuk ekzistojnë. Por jo më larg se 2 ditë apo 3 ditë nga e marta, pra të njëjtën ose të premten e kaluar, Tucker Carlson bashkë me George Kiriakos, një ish agjent të CIA-s që ka operuar në Pakistan, Irak dhe Iran, ka bërë një deklaratë të përbindshme, ekskluzivisht dhe të targetuar tek grupi i refugjatëve, të cilët unë, jo nga frika, por mendoj se janë viktima. Pse janë viktima? Janë viktima të një rajoni i cili është totalisht i destabilizuar. Shumë kush i quan terrorist. Absolutisht agenti i CIA-s ka informacione të kualifikuara dhe domethënë super të privuara nga opinioni publik, më shumë se sa unë që jam thjesht njëri i qetë. Por duke marrë parasysh ligjin e 3 Newtonit, kur një regjim i ajatollahut bëhet aq i egër, bëhet aq mizogjen, bëhet aq i mbyllur dhe i targetuar, do prodhojnë edhe njerëz të cilët i përgjigjen radikalitetit të pushtetit me radikalizma. Problemi këtu nuk është a jemi neve shtet mikpritës, sepse ne jemi shtet mikpritës. Nuk është problemi që ata po vinë të jetojnë këtu, dhe hajde mirë se të vinë të jetojnë, të integrohen në shoqërinë tonë. Problemi është që filtri,
A ka filter se kush vjen apo kush nuk vjen, apo jemi kthyer në një hambar të Europës dhe të botës? Nuk e di domethënë nëse Tucker Carlsoni e ka në YouTube-in e vet atë gjën që mund ta bllokojë sepse i kemi përdorur një content, por nuk është një content i cili neve po ja përdorim për ta shitur, është një content i cilit neve po i referohemi kur jam unë duke diskutuar mbi Tucker Carlson. Dhe Tucker Carlsoni nuk është vetëm i podcastit vet, por është i gjithë botës tani më, siç jemi neve të tru podcastit momentalisht të gjithë Shqipërisë. Duke u uruar një javë të mbar në vijim, shpresoj dhe lutem që të vendosim inteligjencën, të përdorim trurin dhe të analizojmë gjërat me një ftohtësi, pa emocione dhe pa informacione të hedhura në tregun mediatik, ku çdo kush është i keq dhe ai që flet është i miri. Thënë këto, natën e mirë, ju dua shumë dhe shifemi gjatë javës. Thank you.